Po i përzini ju, thotë Rama, çuna dhe goca, po i përzim se po i përzini me protestën tuaj, po na i largoni. Ka qenë shqetësimi Ramës i ngritur edhe sot në mëngjes, se thotë fryma fashiste po kundërshton zhvillimin. Po ka më fashiste vetë Rama? Një njeri që s'do njerëz dhe vetë? Një njeri që i quan rinin e vetë spion, i quan ignorant, njerëz që s'lexojnë? A ka më fashiste Rama? Ma shpjego ti, se unë nuk e di për shkakun të takoj një grup të rinj edhe t'i them që ju jeni brez që s'lexoni. Ky është populizëm i shëmtuar dhe gati në parametra psiqike. Kente, di që ti dhe familja jote, kur keni ardhur në Tiranë, numëroheni si turist? Po, sigurisht e di. E di dhe më vjen shumë keq, sepse unë jam qytetar i këtij vendi. Unë vërtet kam 2 shtetësi, sigurisht, se u bë shumë vite që jetoj jashtë, po jam qytetar i këtij vendi. Po ajsa që jam dhe atje. Dhe me hyrjet dhe daljet e tua në Shqipëri, numërohesh Numëron si turist. E di shumë 14 milion turistëve. Por nuk më bën përshtypje. Këto janë statistika dhe qeveria gjithmonë do t'i fryjë gjërat. Dhe këtu ka një gabim shumë të madh. Këtu ke politikanë, të cilët e kanë kthyer politikën në profesion, dhe po ti heqesh nga ai profesion, nuk kanë bukë të hanë, nuk dinë se ç'të bëjnë. A kupton sa fatkeqe është kjo? Ke politikanë ignorant që s'dinë të lexojnë shqip. Që i ka futur ky zotria bashkë me atë tjetrin. Se nuk është problemi që ti bjem Ramës. Problemi është i duhet rënë këtij sistemi i cili menduam se ndryshoi në 90-ën, por nuk ndryshoi. Nuk ka ndryshuar sistemi. Kush mendon që sistemi mas 90-s ra komunizmi dhe erdhi demokracia, për mua jeton akoma në iluzion. Çfarë ke dashur të dëgjosh nga politika përgjatë këtyre ditëve? Se pastaj do të dalë pak edhe tek ndjesitë e tua. O Denis, si ka mundësi që dalin këto njerëz, këto far politikanësh me pafytyrsinë më të madhe, të cilët janë bërë gjithmonë të pasur dhe të famshëm mbasi kanë hyrë në politikë, si ka mundësi që këto njerëz dalin dhe premtojnë dhe thonë, po mirë se premtime elektorale janë. Ore ti nuk je mbreti i popullit, më dha, ti je shërbëtor i këtij populli. Por në momentin që politikani e konsideron veten mbret të vendit, këtu ka një gabim të madh trashanik dhe krimin e kanë bërë pro vetë këta, që në momentin që njerëzit nuk zgjidhen nga populli, po zgjidhen nga kryetarët e partive, me ato listat e shëmtuara. Prandaj lind nevoja e kësaj proteste, që të dali dikush një njeri neutral dhe t'i mbledhë të gjithë këto grupimet, përfaqësuesit e grupimeve në një tavolinë dhe tani më të merren hapa konkrete. Po kush, se pastaj do të gëdhen. O dhe unë i mbledh, nëse duan. Dhe me studentët, kur gjetën një përfaqësi, arritën t'i zhbënin. Dhe shumë e kanë konsideruar sukses faktin që kjo protestë nuk ka një fytyrë dhe një emër. Mos do të ndryshonte pastaj? Jo, nuk është çështja t'i vësh, se gjithmonë duan t'i vënë, gjithmonë e duan këtë kultin e individit, të dalë një lider. Po. Ka kohë për liderin. Lideri do dali nga vetë ky grup. Po para se të dali ky lider, duhet që këto forca të cilat funksionojnë brenda, të cilat përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues duhet ulen në një tryezë dhe të zgjidhen specialistët e fushës. Se unë nuk marr përsipër të flas nga ana juridike, se nuk jam jurist. As të flas për mjekësinë në hapa konkrete, se nuk jam mjek. Unë mund të flas për kompetencat që kam unë. Po nuk ka rëndësi, se unë nuk kam ardhur që të marr pushtet apo ku e diun se çfarë, se dëgjoj lloj-lloj batutash edhe puna e tyre se ç'flasin, domethënë se ka tani ka gjithmonë fryrje dhe budalliqe lart dhe poshtë.